Jemi rikthyer si që thamë në pjesën e dytë, nderuar të shikues. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme për emisionin, siç e deklaruam, ku ne do të fillojmë të kuvendojmë me politikën për punët e zgjedhjeve. Sot në studion tonë, njëri pas tjetrit do të jenë dy misionarë shumë të rëndësishëm, dy aleatë të Sali Berishës në koalicionin Shqipëria Madhështore. Ata do të na rrëfejnë pse pranuan të hyjnë në këtë koalicion dhe çfarë presin të fitojnë nga ky koalicion. I pari, si që u deklarova, do të jetë zoti Kujtim Gjuzi. Zoti Gjuzi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, dhe jam shumë i gëzuar që dy Tiranës më në fund kanë rrethu kolonjën. Për ju në këto moment... Nis po ti e origjinë... Brezi 4. Brezi 4. Për ju, zoti Ylli, kam rritur nga këshilltarët, 250 këshilltarët e shkëlqësisë të presidentit Donald Trump, kam mbritur një libër i cili është i lexuar nga shkëlqësia e tij Donald Trump, presidenti amerikan. Është për ju. Halil Teodori? Tedi Teodori. Është unik këtu. Po, është i Dibrës. E ka lexuar Trumpi gjithë të libër? I pari në listën e propozimeve të Partisë Kombëtare Konservatore nga 12 persona. Trumpi ka lexuar gjithë të libër kaq trasha? Komplet e ka lexuar. Po Trumpi ndaj nuk duket mirë. Dhe e dyta, ka lexuar gjithë të libër se kjo është tani mos kalon sarkazëm, se jemi dy tiranca. E dyta, unë kam marrë pensionin fizik dhe në këto moment, kjo kapele e cila është e Churchillit anglez, e ka mbajtur vetaj, apo është prodhimi limituar? Do t'i dhurohet Denis Dyrnjas për të thënë që ka Tiranës tjerë që do të shkojnë në parlament. Të roftë që bën emisionin dhuratat i marrë. E treta dhe më kryesorja. Ja këtu. Ky shall është shall amerikan, prodhuar në amerikan, që do të thotë kush bën numra, nuk ka shanse t'i shpëtojë Shqipërisë madhe. Tani. Shqipëria Madhështore, du ta mbaroj edhe këtë. Të lutem Denis, Po, patjetër. të lutem Denis. Okej. Tiranca të lutem. Mbaroje. Ec. Kush bën numra me Shqipërinë e madhe, që doktor, profesor i shkencave të kardiologjisë, Sali Berisha, 81 vjeç, e ka quajtur Aleanca për Shqipërinë Madhështore, do të shkoj spaku s'është asgjë, sot besoj keni parë foton time të veshur kështu në gjykatën e antikorrupsionit dhe krimit, që do të thotë në spak. Kujdes, mendje në mësim nga kryeministri deri këtë gjithë ata që kanë qenë mbështetës të fondacionit Shoqëria e Hapur, si e ka Alexander George Soros e më thetë thashë. Si e ka mbajt vëndi, se po e ndishtin bashkë pjesën e parë të emisionit, mund të kishe bërë nga 4 karike dhe 5 që ta kishe futur dhe kujtimin pjesë parë, sepse kishe çështje të rëndësishme për punën e ndarjes Kosovës, ka një qasje komplet tjetër. Pse mund të ndahet? Zotërinjt në fjalë që diskutuan, ishin shumë larg qasjes kujtimit. Çfarë ishte kjo për Kosovën? Ma thuaj në fillim të muajit që të hyjmë pastaj. Deklarata e dhëndurve, ne, me qenë se unë jam një të mukje, tani të lutem. Po se të ty, ja spjegoj popullatës. Tani njërë tjetër, se kemi bërë debat më rreth 35 minuta. Kjo në qofse ti, qofse ti, unë mbyll emisionin është. Mbylle. Jo, po ta mbyll. Po ta mbyll, sepse unë nuk dëgjoj ty tani. Po të them qëtë, kush janë dëndurët? A mund të më spjegosh? Dëndurët janë patavrat e shtëpisë që i mba një shtyllë. Po fol pra. Shtylla është Donald Trump. Shtylla shqiptare është sot koalicioni, aleanca për Shqipërinë Madhështore. Pik, kush bën shaka, e thash më përpara. Bukur. Vështirë do kesh debatin sot. Atere. Pse hyre në koalicion me Sali Berisha? Kusht si të ramendja dhe hyre në këtë koalicion? Ka qenë një presion i madh i kryebalistit Adriatik Alimadhi. Jo ditë për ditë, po edhe 2 herë 3 herë në ditë. Është investim, është Partia Kombëtare Konservatore, shiko se ne jemi ballë kombëtar, ne kemi nejtë mukje të shtëpia e gjyshit tënd, dhe pas saj ka qenë një katolik i mirë, avokat Zef Shtjefni, deputet i lavdëruar në Parlamentin e Shqipërisë, si pas Gramoz Ruçit, në aso kohë kryetari i kuvendit dhe tha, o Kujtim, sa ka parë ky parlament si ty, thash do të tërheq me vete, dhe ndodhi, këtu kemi qenë. Dhe me doktor Berishën kanë shkuar për një fakt, se Sali Berisha në 2 raste ka mbrojtur pluripartitizmin në 97-ën, edhe tashti kur Rama tha të tërheq zvarr në parlament. Pra, për mua, profesor doktor Sali Berisha
është ndaluar në shkelje kushtetuese shkelje e nenit 73. Për mua është i pafajshëm, është në rastin e vetë, por Shqipëria është Shqipëria e madhe si pas ne konservatorëve. Okej, tani e takuar me Sali Berishën. Po, si me... Qëfar i ke thënë dhe qëfar të ka thënë? Ja, unë nuk pres kundërpyetje, unë pyes të ftuarin. Ti do të rasësh tu doktor Berishën, dhe ai do të shpjegojë në gjë. Ti e ke takuar? Edhe një herë mos më drejto gishin, se me drejtë zakonore i bie që të drejtohem unë hoxha atë kapelen që të shihemi në sy bashkë. Drejtimi i gishtit është thyrje e kanunit të Bendës në Tiranë, që është mbrapa. Të lutem mos më drejto gishtin. Kujtim tani në qoftë se të bisedojmë. Kemi biseduar me Luciano Boçin. Kemi biseduar me sekretarin e përgjithshëm Flamur Noga dhe ai ka të gjitha gjëra që i ka parë dhe zoti Dyrnjaja e kam besuar sot. Do më thuash mua, po edhe mua besove. Jo, nuk të thash. Po të besove 1/4. Se një ditë më ke mbajtur këtu, edhe the, ty s'një latri se e Tiranës. Nes në një latri, po kur në njëli jemi të këqi fort ne. Tani, nuk një latri me ke kandidat në listat të... E para unë kam dhënë deklaratën që edhe ke Denis Dynjaja, kur ka dalë... Jo, Denisi nuk është personazh. Një sekundë me të marrë. Denis Dynjaja ka dalë kapelja e kaubojësit e pare tani, ka 17 muaj tani. Yllo. Kam thjesht si gazetar. A do të drejtojmë Ylli apo zoti Ylli, se do? Jo, se... I nderuar gazetar. I nderuar gazetar që për nga rendi, Ylli Rakibi 7 vende bosh ve këtë duash. Po tani atë lutem. Atëherë, edhe një. Dajmë bisedën të qetë. Kanë bërë 12 propozime nga Halil Tedi Teodori, mjeshtër në ekonomi. A ke kandidat në listë? 15, po prit më ta marrë. A më pyeta më sot një? Po pra. Po çka? Pa ke Ja kandidat? përgjigjem vetë, okay. Jo, nuk ja përgjigjem, unë po të pyes. 12 kandidat kanë shkruar te zyra e doktor Berishës. Janë këta, në të cilat qarqe? Prit për ta marrë. Qarqe. Pastaj unë kam thënë doktor Berishës, si shiko, se ka njerëz sa vërtet që punojnë dhe kundër teje që të rrihet bllokuar në ngrata. Tani emrat unë s'ti jap kollaj, se ndryshe do të ishi ty kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore. Po vetë, a je? Unë vetë kam dhënë deklaratë publike që unë e kam quar doktrinën konservatore në parlament. Sot nuk ka emision që s'flet dikush për doktrinën konservatore. Ka në Shqipëri një emision në gjej. Edhe unë do t'jap dorëheqjen sekond. Një emision që Do një lajm nga Gjuzi që ma tha mua konfidencialisht, tash unë se mbaj dot. Lasivita nuk vjen më në Shqipëri, më tha gjatë pauzës tonë. Pse? Ja, nuk e thash ashtu. Ja, nuk e thash ashtu. Ja ta sqaroj. Ja, nuk e thash ashtu. Do shta kam dëgjuar E nga thash që është duke u këshilluar për të ardhur apo jo. Nuk e thash, nuk vjen. Lasivitaja. Lasivita. Është duke u këshilluar do vi apo jo. Me ke? Jo s'më të thuash, se kjo është shumë interes publik. Ka dorëzova librin aty. Ka marrë. Duket që ti ke marrëdhënie shumë... Edhe njërë është këshilltari 250 njerëzve në SBA i presidentit ose të 3 dhe i Marko Rubës tani, se pa e thersoj sekretarit Amerikan Shtetit, ata që e pa në emrin e para tjetër, ndoshta nuk e morë me shumë seriozitet, pa i ka qenë nën kryetari i Partisë Demokristane me azil politik, unë ka ndeshë të vrasin Tiranë. Tyre pas herët vinë në emision njerëz që flasin vetëm me sekretarin e shtetit. Keni i sekretit të kjo historia? Si është kjo punë? Pelin që ka vetëm. Nuk kemi njëri tjetër. Po jo vetë. Denis, e pe komunikimin me zyrën e Vale apo jo? Kishte e-mailet, kishe e-mailet. Nga zyra Vale. Po. Direkt. Po se s'ka bë shakar tjetër, se më ka futur ca Demali, që thot kujtimit e pat kryeministër. Jo më vlla, jo. Kryeministri do zgjidhet nga Aleanca për Shqipërinë madhështore. Unë e dua Sali Berishën president, unë personalisht. A do ndodh? Po. 100% po. S'është për kryeministër Sali Berisha. Nuk e dim atë, atë ka zgjedhjen e vet, ai nuk i futemi aty. Unë them si e dua unë. Ah, okay. Nuk them ato. Po, do ndodh. Pse? Ka gabuar Rama. Po do ndryshojmë kushtetutën. Ka gabuar Rama. Po çka ke me Ramën? Atë çështjen e ndryshimit. Dgjoj, se ke Rama unë s'duroj fare. Po Rama thotë që do marrë 94 mandate, do të ndryshoj kushtetutën. Do të Rama, le të marrë. Rama ka bërë personazh sepse të përmend. Rama ka bërë personazh kujtim se të përmend. Çam ka bërë Rama mu? Personazh po. Unë jam personazhi i Ramës. Rama shkruan librin Kurbani. Politik Fal Denis tani se do të sulem pak edhe ty. Sulem s'ka problem. Ti nuk e keni lexuar librin Kurbani, faqe 49-50, ai shkruan për Mustajin e Çelos. Jo të mjet. Se po të shkruan edhe për të mjet, do vendoste emrin aty ai. Për Mustajin e Çelo Picarit,
Në Gjirokastër ai shkruan. flasim për aktualitetin Nuk do merrem tani. me mustaqet ne. Po flasim për aktualitetin. Edhe njerëz do merrem me mustaqet ne. Ti si e merr Ore, tani? shiko, Merr si doktor provokim. profesor Sali Berisha, një sekond. ta bëjmë si debat tani dhe prit. Nëse vini re, kujdeset 81 vjeç, kujdeset për lugur dhe merr krërin trak. Si Nuk e ka si Vasilaçi krërin. Dakor. Zoti Gjuzi, e dira, Sali Berisha i dha shumë kandidat në listat sigurta. Ç'mendoni për këtë? Ju besoj duhet ta keni ndjekur deklaratën e Partisë Kombëtare Konservatore në listën e doktorit janë 44 njerëz që janë Sorosit. Nuk e di, deklarata e doktorit ka qenë 0 Soros në listë, do bëj ligj anti-Soros. Këtë unë nuk... Shiko, unë mund t'jap unë këshill doktor Berisha si ta merr me atë. Në botë. A mund të komunikojnë me ata, a mund të ktheja i përgjigje? 44 janë, thote? Edhe një herë të lutem. 44 të Sorosit janë aty. Kur ju keni qeni besueshëm me mu, se sot keni për Denis, ju, bravo i qoftë. Ma keni kap matë, më thënë. Kur më keni fut në gjilponi ju mu. Gjilponi që ishte problematikë, unë më zërë ju kam dalë nga emisioni ju. Do më thënë, më zërë, aty kemi dalë, po unë zdo të kaloj ty, do më thënë. Qertë. Po, do më thënë, ka 24 sororistët. Po, brenda. 31 do të fitojnë, janë, po thuaj, një 20 fitojnë se është listë sigurt. Do më thënë, në ardhë ka Sorosi prapë këtu. Se di ata, e di doktore, se di unë ata. Pse mërzitet kujtimi më shkruajnë nga njerëz të afërt të Ramës, kur e përmend kryeministri, thot e ka pas komunikimin me kujtimin edhe në parlament kur ka qenë deputet, thot. Ai ka kërku falje Berishës që ishte në parlament? Berisha ka kërku falje Berisha. Doktor Berisha ka kërku falje publike që nuk e kisha në dorë juridikisht unë Partinë Demokratike, prandaj ishe detyruar që t'i bashkosha gjithë njerëzve të Partisë Demokratike duke lëshuar mandatet. Aty e kemi vënë totalisht fajin përgjegjësinë Lulzim Bashës. Po këtë pjesën që keni komunikim me Ramën? Me Ramën se mos dyshon Berisha që mbani gjura. Bënd fale Erion Vali Kuplaraja, kështu do të jetë Denisa. Kush është ky tani? Kush është ky tani? Kush është Erion Vali Kuplaraja? Do të bëj një kërkesë të thjeshtë. Mos ta ngacmoj, ha? Fyeri, jo. Pse kë fyva? Po ky kush është Ali? Kupleraj, di ç'do më thon. Të kthesh Bashkinë e Tiranës ti në Kupleraj ku martohen gra me gra, nuk të falun për atë. Unë për këtë kam qenë përpara gjykatës Tiranës. E kemi te Rama më burr. Si? E kemi te Rama. Nuk vazhdo të biseda, kështu jo të lutem me. Si ishte kjo Ramës? Vazhdo. Rama e di shumë mirë. Ki menen mësim. Ka. Mesazhit të tërheq zvarr në parlament kur unë isha i veshur, jo si kauboj, se si kauboj duhet me pas kapelen që kisha ke Denis Dynjaje të lut bilardo. Okej, ta kemi fal. Tani çmend tim ke për koalicionin Shqipëria Madhështore? Do dali fitues, s'bëhet fjalë. Fiton. 77 mandate. 77, Tani, si shpjegon Gjuzi që e theti që aty ka 24 soroist, por koalicioni që bën pjesë dhe Shpimi Drizit dhe Evangel Dulja njëkohësisht. Të dy drejtojnë në parti, të cilat kanë dalë nga gjykata jurisdiksionit shqiptar në Tiranë, që do të thotë normale. Parti kombëtare është krejt normale, koalicioni pavarësisht paradigmave që mund të ketë njëri apo tjetri. Ashtu, o? Po. Ke deklaruar në zyrën e Nokës që zgjidhni në ngradën doktorit megjithëse dërguat dokument tek presidenti Biden e tetor 2000, por nuk ndodhi dhe tani me presidentin Trump ç'a do bëhet? Atëherë dokumentin e kam nxjerrë tek ju pasi e kam dorëzuar me datën 10 tetor të vitit 2022 kur u mblodh koalicioni për herë të parë me 17 parti politike. Ju kujtohet, besoj. Po. Pastaj u distancuam, na distancoi doktori, sepse vlla jon Bektashi Ilir Meta nuk ishte shumë i qartë që duhet ishim ne aty, se i kishim kërkuar në Elbasan këtu, ju lutem. Ishim kërkuar në Elbasan, kur keni qenë ju, Çim Peka dhe Andi Bushati, që i thash? President, shkëlqësi president, i thash, apo jo, të kujtojt? Bushati dhe Lubonja kemi qenë, Elbasan, të zgjedhjet. Keni qenë ju një. Lubonja 2 dhe Bushati 2 dhe Çim Peka 3. Ndoshta edhe Çim Peka nuk ka brillante. Jo, do Rregull. Dhe ju vut buzën nga ç'a bët, dërguat Bushatin të bëni një foto me mua kur unë isha midis dy bukurosheve, unë jam i martuar, jam rregull, po isha në stadium se ishim për qefin tonë dhe fituam ne. Sa që sa herë vjen Gjuzi. Po se u takuam në... Bravo. Edhe ju, Bushati ju çoi foton, juve vetë, sipas Bushatit. Po më ka gënjur Bushati. Bushat, kujtohet goli, e mori Ilir Meta golin apo jo?
Mos e mërzit. Ha? Se Bushtati ishte inteligentet nuk dëgjon tani. S'ka gale, do të gjë nesër, se mërzit. Bilës ja qërë me mesazhet. Po. Bravo, do dalim atje në të Qimpeka. Pra, ishte çështja e golit. Golin e mori. I thash shkëlqësia juaj, presidenti Ilir Meta, unë s'mund t'ja jap dorën. Për hatër të këtyre 4 burrave këtu, po t'a jap dorën. Ishte kështu. Të lutem, thash si vllai vogël Bektashia, a mund t'a japësh dorëheqjen? Nëse jep dorëheqjen, s'ty e ferrën kom. Ai nuk dëgjoi as ju atje kur ishim bashkë, as mua në seancë plenare, kur sot. Në emisionin e kaluar ti më the mua këtu që ke shumë parti në kontroll, po në fakt ato i bashkojnë me Lulzim Bashën. Tani si a more Bashën si ja odhe do të çove doktori? Ja. Në emisionin tuaj të datës 21 duhet të ketë qenë në diktën e ekinoksit pranveror vjet. Kam thënë kështu. Ne do të punojmë me Lulzim Bashën për t'i thënë aty që nuk duhet të të shesim. Sa thonë që o kujtima e ka shit veten se e ka shit të një parti e pakicës linguistike se thonë që është Golobordas. Dhe tha Vasil Steriovski që jemi shtrirë në Golobord. Tani unë se di që është Golobordas, se jemi rritë ati ke lagjajon një rrugicë mbi formimin e partisë kriminale komuniste. Dhe Bashës i qova në tryez me bashkëbisedim, unë nuk i kontrolloj ato parti që thoni ju, po i qova në tavolin 11 subjekte, edhe 11 e qova në 8 i kishtë a i vetë, të vetët, tani s'ka asë njëri, është vetëm tani. Orën Atlantik që mbajnë ti, ku e kjo, zëtë? E ka kryer misionin e doshe orën të, a do më ta falë orën? Kjo është. Ta eq? Jo. A ta eq apo jo? Jo, se nuk. Po e nëzora nga dora? Po s'mund ta marrë sytë popullatës unë orë tani. Se si e do, ajduqe? Pa ajduqe po ma dhe jashtë. Rakipis janë ajdut. Po pra dakord. Nuk është Ylli Rakipin në listën 96, se po t'ishte qpun kam këtu këtu. Ylli Rakipi. Po nuk mund ta marrë. Atlantiku është ai. Qpun nga Atlantiku e kam. Ore u prish ajo Pa e Atlantiku. kam marrë Basha për të riparuar. Po. Se diti? I ka dhe emrin e Euroatlantik. Partia. Nga ora kujtimit ka marrë. Emrin e orës po. Ka marrë, pëse që kujtove? Dëgjoj tani. Edhe do marrë ashtu, që i thonë. Atëre Unë bërat pa mundurën që t'ishte edhe Zoti Basha. Mirë, po doktori... Me që Lulzim Basha do të kandidoj... Lulzim Basha, do të kandidoj për Euroatlantikët. Tani pse ti ike dhe zgjodhe E Berishin? diti që ditën që do merë të partin kam qenë të zyra gjyqtare të në Gjykat Tiranës. Se di këtë ti. To si kapim. E di që ishte... Që do merë të Partinë Demokratike? Jo, do merë të partin konservatore, legaliteti, kombëtare, popullore, e kudijone, dhe do bënte koalicioni Euroatlantik. Harku Euroatlantik. Jo, po iku era Harku koalicion. Se Harku në tha dikush tjetër nga Tropoja. Kush është ai Azgani? Azganakte? Unë stazhja. Jo më vëta regu të ashtë, se aji Azgani është afer... Qofë se macarosh, o Denis edhe ti tani këtu në studio, një bemi në studio. A është Azgani afer Lull Bashës? Edhe njerë, zotri është i 10 në Tiranë, se unë ndjek atë, pamërësi se jemi kështu vlezër Bektashi, po në njerë Tiranë si ti e di që kanë atër mbretjet të mëdha. To emrat e Fondacionit Soros nuk nejte? Emrat? Emrat që janë Në ke listën në për deputet? Shive. Po jo, po 24 janë? Kandidatës, deputetës janë. Kandidate? Po. Kryesorët kush janë? Po leta si do emrat. Më thuaj se nuk gjen gjë, ti s'ke lënë gjë pa Po thënë. pranosh i kusht. Jap dorëheqjen si kryetari i Partisë Konservatore të filloj me emrat. Se kam përgjegjësi. Në qoftë se ti do ta jap dorëheqjen, po jap sonte këtu. E dorëzoj vulën. Përfundimisht njerëzit ty nuk të ka vënë këtu në Kumra. vend të sigurt. Ç'pun kam atë jon? Ç'pun kam me gazetën non? Pa je me këtë ti. Po ç'pun kam me gazetën? Unë jam me Sali Berishën, po të them, e kuptoj çfarë them apo se kuptoj? Ç'pun kam? Ore ti nuk je në listë për deputeta. Po ç'pun kam atë? S'du më bë deputet më. Unë të kam thënë më vlla, do të japim trive. Orë zotri, e di qa, më fal, Denis, e di qa kapele Churchillit kam dërzu sot unë apo? Babaj tim, 50 vjeçare. E di se ka çmimin në kanë apo? Je me Berishën, por ke qortuar listën e thamët të cilën ti nuk do ta tregosh. Jo, nuk du të regos, du të them emra. Po me Spakun, je me Berishën, por mbështet Spakun. Ç'do me thënë kjo? Kam thënë 50+1 e mbështet Spakun para arrestimit të Erion Velis, pa e themi tani kështu, pa e retushojmë ato që thamë për para. Në momentin që ata arrestuan një kryehajdut në Tiranë, kryehajdut, edhe këtë s'mund ta them se duhet ta vendos gjykata. Unë kam thënë me herë 77%, e diti ç'do të thotë 27, 77% janë mbështetjet Spakut. Do të thotë 23% kam rezerva.
sepse ka njerëz të sigurimit atje që kanë arrestuar Bacën Berish. Bilës ka pas një rrezik të madh kur shëtiste sipër në katin e 8. Me lidhje të keni ju tani pritet ambasadori i ri amerikan. Paka shumë mos dini gjë kush do jetë ajo. Si kishte kjo Colin Nuland, më duket, më korrigjo pak se Nuland ishte Denisi është anglisht folës. zvendës ndimse, sekretare. Ndimse sekretarja. Po. Po mirë, pse takoj vetëm zotin Dumani ajo? Po. Pse takoj? E bëni do të pyetin e herë jo? Di gjë kush do vi ambasador. Por pse nuk e takoj kryeministrin? Se di unë se unë. Se di, do ta mësosh. Do të thënë unë jam mësuar të bëj pyetje. Okej. Përgjigje, kur të më thresësh ti, jam gati, po. Po s'ke ardhe Akademia Konservatore, të kam thirrë, që të merresh vesh sa gjëra më tepër. Do vi më burr, po tani, po të pyeta ambasador, di gjë kush vjen. Po ku e di unë? Pse çaj unë? Me lidhje që keni aty. Trumpit jam? Apo sekretari Rubio? O ju mos, po pyete kështu tani se jena dy Tiranë këtu. Denis, kërkoj ndihmë. Unë jam i ftuar, unë jam në rolin e pyetësit për veten. Pyetës është ky. Ty me një doni më bë prapa, edhe ti Tiranë se dole kundër meje? Po se ti e mban, Se nuk është mirë problemi. ky Ersekës se i kolonjës. Dikush tjetër që ka nevojë për asistencë edhe mundi, po ti e mban po presionin, nevojë për ti e mësuar, asistencë, po ti ke mbajt Ramën vetëm në parlament, ball për ball, tek për tek. Rama se kom majtun, më ka majt ai. Okej. Të rogjonat. Pas ka Tani qenë çfarë mendimi deshe me ke kthim. për Spagun? Se ti je në një koalicion Të thash pra 77% pozitiv Spaku, ka arrestu Kryaj Dutin. 5 dën. 3 dën, 005, ku di jo. Ka penalizuar dhe Po si e shko në burgë, shko në qeli, e qarë jeti, je i pashkolluar që aty jenë për gjim non-stop 24 orë dhe kur të bësh në gjë që s'bët. Në karbonike. Qa bën këshu më ju dhe Rakibi? O, s'ke fajti, se s'ka vu njeri prangat në herë të. S'ke na gjysht vram ti. Nuk Si kemi. puna ime. Jo, të Për ne e qeti, që të rrullat të balli, që nga emisioni parë. drar gjyqi. Kemi qenë me datë 5 mars, të kujtohet. Tani- Doktor, 72 orë për 7 minuta. Si fiton tani do të më thuash pyetjen e fundit që kam unë? Denis, kene pyetje tjetër? Po, mbaroni një herë. Jo, thuese, s'kam. Jo, si Unë do mbaroj përfundimisht. okej, Ti jo, thuaj jo. që pyetje ke. Unë doja me ditë si do dalin fitus këta të gjithë duke qenë rreth Berishës edhe duke mos ditë për shembull se sa deputet do Doktori nxjerrë kush. di formulën. Më fal. Jo. Pyetja është kjo, sa vota do i çosh ti doktorit? Doktori të di ka kërkuar formulën. gjithë doktorit. Unë sa do i qoj? Po. 71.555 vota që i ka prish Rama me Lulzim Bashën, i ka doktori, duken pak? Vetëm nga ty. Vetëm nga konservatorët apo jo? Ku të binë ponderim, se tashi profesor Ylli, 77.000, po ndërkohë 71.500, mëse nga gjithë koalicioni juaj që ka qenë herën e kaluar, jo një minutë. 77%. Alianca Bashkimi Popullor e Migracioni, ora e ma lere se qa thua ti. konservatorët keni marrë gjithsej 1376. Palema, a i du të rritë thuti, i njohën zjedhe. Kanë vjetur, dakord. Unë s'kam njohë zjedhe, ti kam qënë në përgjikata, Allah. Jo, ka që keni marrë, po Ka që kemi marrë? Keni marrë. Po atë partia tjetër konservatore, legalitetin dhe tash, po t'ja marrim dhe votat e saj, se janë konservatora, dhe kush e njefët kryetarin tjetër që ja dha partinë Bashës? E njefët atë? E njefë bashkimin ti? jo nuk Ke dëgjuar në herë në emrin? Nuk njofë se nuk jam tira ata. Unë ty të njofë nga këto. Do me bësh shaka, Jo bashkë, po jo nuk bëj shaka. Po për zotin. Unë të pyes se kupton, dhe nuk bëj shaka me. ma lesim- Unë të paraqit ty këtu, i publiku, të dëgjoj dhe të arsyetoj Edhe një herë, për partinë, për koalicionin madhështor. Jam pro SPAK. Shqipëria madhështore. Jam pro SPAK, të thash kanë bë foton sot ke gjykata, bë shaka me Mustaje dhe gjysherve se është kriminale, gjyshe që më kanë bra E dramat. 33 vjeç. E kupto? Edi Rama e ka bërë këtë shaka në vitin 2013, nduke se nëzori atë kurbanin, i them të mos bëhet kurban. Nësë bëhet. Ka një zgjidhje. Ka një zgjidhje. Një marrëveshje e madhe, sepse Edi Rama ka probleme me 11 deputet në burg, 11 ministra në burgën e hetim, 27 kryetar të bashkive në përburgje dhe në hetim, po le drejtorët janë me qindra, e sekretarët e përgjithshëm janë ja 10-11. Ti lejmë këto yllo. Qartë. Janë, më falë, ta marrë edhe këtë të lutem? Po. Denis, nuk e dija ke informacionin, po janë 34 kryeministë të vrarë dhe të burgosur. Është thjesht me burgos dikta. Pa ti do t'i shkatrosh familjen, do t'i shkatrosh shtëpinë, ka vjedhë. Të kthejnë sendin e vjedhur, kemi thënë ke zoti Rakibi, 55 miliard euro. A kam thënë këtu? Me Ilir dhe Malin. Pra, keni një ekonomist për balë, nuk keni njëri që mund të bëj shaka. Unë tani nuk dyshoj të kujtimi, po dyshoj të Berisha, të sinceriteti Berishës në raport me marrëveshjen që ka bërë me këta. Se ka bërë Berisha,
marrëveshjen, është firmosur prej nesh, është firmosur nga sekretari i përgjithshëm, Flamur Noka, kemi pas bisedime në një moment të caktuar edhe të agravuara për të arritur një qëllim. Unë ju deklarova në zyrë, kam marrë të firmos marrëveshjen, me sy mbyllur. Pse? Besoj te Sali Berisha që nuk është dëmtues i demokracisë. Nuk është. Sikurse Edi Rama me Gonigalin tha do kemi këtu vetëm Partinë Komuniste, Partinë e Punës, Partinë Socialiste e rilindjen e krimit. Por ka zgjidhje tash, e ka zgjidhje dorë kryeministri. Më falni se në një emision së bashku që ishte pak sportiv, ju tha po Erion Velia, unë i thash s'ka shanse ai të jetë numër 2, se dyshi aty do të jetë ortodoks për të bërë njësh. Edhe herë urime klerit ortodoks hirësisti. Që u zgjotë. Që ishte Bektashi. Djali Abedinit Djali Djali Abedinit u zgjodh, ne e urojmë këtë. Tani, a fiton Sali Berisha zgjedhjet? Dhe partia e pyetja e fundit i ka monë dhe partia juaj çfarë fiton? 100% partia që unë drejtoj, Partia Kombëtare Konservatore Albania, ka fituar. Pluripartitizmi nuk është shuar dhe kjo është fal një individi, se unë nuk do t'isha këtu të bisedoja me Zotin Ylli, me Denis Dynjan dhe me ju teleshikus të shumë të këtij ekrani mjaft të nderuar. Kujtim tani unë ju uroj që ju të merrni sa më shumë vota. Disa më shumë, 71.000 i ka. 77 është. Më falë, 77. Po flet Mos kërko falje. për votat e kaluara. Ti themi Po edhe i ka ato ai, si ka humbur. Ti themi një gjë tjetër. Pa hap komplet se tash po e themi. Doktori e ka një informacion për shkuar drejt qeverisë tranzitore që kërkoi 4-5 muaj përpara. Nëse do e bëj këtë, Ças do kemi zgjedhje domethënë. nuk e thash këtë unë. Jo, Unë thash doktori e ka një informacion. Okej. Kur them doktori ka një informacion është Pas kanë qenë informacioni pas kanë qenë klasifikuar. thella apo punë. Nuk Doktori ka shumë informacione në rreth. Ato informacionet që ka i tham ne tash. Atëre Informacione, tash se tash e do kështu. Të gjithë ishin kundra atje, thanë çfarë duan këta, e kishte mbush rrjeshtin e parë protokolli i PD-s, jo klasik, siç e kërkon drejt, siç e kërkon doktori me katolik, me ortodoks, me musliman, me Bektashi. O kujtim se kam unë i pyetje se u kujto. pra se tani ti Ore tani, Le pyetje. a e ke parë këta njerëzit të drejtuesit politik të opozitës më valla? Po si më vetëm Josefina Topalli aty as një grua as një femër, se ti edhe shumë i ndjeshëm ndaj femrave. Edi Paloga. Ndaj grave. Ne Si propozum. është Edi Paloga? Ne propozum admiralin ose komandantin e. Një sekondë. Okej, Denis, okej. Kemi 12 qarqe, Stop. një sekondë. Shiko, se doktori ka rregulluar shumë bukur. Jo, një sekondë, se këta janë kandidat për Po le i ka rregulluar doktori ato, se nuk ishte. kandidatët janë Por nuk ka asnjë Ishte mbyllur. përveç Josefina Topalli. Do ma lesh tani. Asi grua mo. Të lutem. 12 burra mo. Zotni Dynjaja, ma le më burë se nesër mbroma ke, jo nesër mbroma, si i bie, tejnë e ke ju. Po duke qenë se ky është shumë sensitiv, Ja, shumë i ndjeshëm. Zoti Edhe njëherë, ta bëjmë kështu të shte. Presidenti Baran Begaj është në tim. Pse? Byroja kombëtare e timit shkon në zyrën e ti. Zyra duhet pastrohet. President, jebe dorëheqjen sot, nesër është vonë, ja kam thënë Ilir Metës, ja serova zotris, 2 herë në seancë plenare, 1 herë në stadium të Elbasanit. Nëse jep dorëheqjen, e sigurt se edhe ti nga skrapari, bën e 2 pastaj pasekurave. Plus që ti njoh doktor. Po ta them seriozisht dhe sinqerisht, dërgoj vendin aty ku duhet. Pik, nëse nuk ndodh. Kujtim gjuzi ju ja paralemroj. Se mund ta merrin në herë me shaka. Merreni. Që ka ndodhur me Barami se s'morën vesh të kujtim na sot. Është në tim valla. Për çfarë? Pa byroja kombëtare e timit. Po shkojnë atje valla. Se nuk di. Po zotri, se them vlla se të kom Tiranë. Ka gjë, nuk ka problem. Se them edhe do lala forte. E rëndësishme është marrin vesh lajmin tani. Super serioz këtu. Jo, janë rregull fare, Po unë i tha seriozitetet e mia. Zoti Gjuzi, Ky libër këtu, ja këtë unë do. ky i ka të gjitha, ka lexuar presidenti. Shqipëria e madhe thotë si e ti Donald Trump. Libri që Ali Tedi ka Teodori. lexuar presidenti Trump. Ka Rreth 500 ne safar. themi që ai nuk merret me shqiptarëve. Atëherë, ka 455 faqe. Atëherë, Troja është 8 kilometra në Shëngjini. Është 5.000 metra katror. Rrethorja është në Kodër Sipër 184 metra si pas Homerit. 2 metra është rritur lartësia me mbushje dhe jemi nga mali i Jezercës, shikohet Troja në Lezhë. Rana e hedhur është vendi ku është
bërë luft për Elenin Atëre jo, do kaloj, Themun më tepër. do ta kemi pandërprerje kështu, s'ka rëndësi se ne live. Shkëmbim, me shkëmbim. Me shkëmbim. shkëmbim. Zoti Juzi të falenderoj shumë, uroj që sa më parë të fitonin datën 11, ta drezoni këtë qeverisi dhe të vini ju patjetër. Ishte kënaqësi që Është ishim duke bashkë. pritur. Falenderoj shumë. Ja, do të bëj shqipojmë me ty unë se. Shqipojmë. Hape dorën. Unë s'di ta bëjmë mirë Se këtë. s'ka e bërë shumë bukur ti. Ç'keti? Ja të çojmë edhe më këtu. Hajde. Me profesor Ylli Rakimin jemi. Asi gjë s'ka, sa tjetë kështu si që është i mbështet Datën 11 është e sigurt A më fitoria. kaloj kështu t'jap dorën Denisit? Patjetër. 12. Patjetër, këtu kalon. Ta 12 se? Jep dorën dhe Hajde, po. Zoti Jenisheri ja kalon këtu apo vjen? E vendose aparatin, ë? Hajde. Faleminderit, ë? Atëre faleminderit dhe tani kalojmë në Kapelen kujtim. Respekt. Po le tani ti e meriton atë kapel tani se na zgjat bisedën. S'është kapelet do si do, prandaj nuk është kapel. Hajde. Atëre, Tani u mësuam dhe me dhurata, presim dhurata edhe nga i ftuari i radhës apo? Shaka. besoj se ka sjellë ai. Kishte sot një fotografi ku kishte dalë. Zoti Jenisheri se ky është njeri që qarkullon edhe me mjete kështu. Jo, Bicikletë. biçikletë çakulloj dhe unë, mo. Edhe ti. Po unë Çka ka tani? Më falë se kam Tani, një gjimi të nërë. Kandidat pa problem fare. Për njëri nga keq nuk po flas. përfaqësuesit e Aleancës me 26 parti, Shqipërisë Madhështore u largua, e ndoqët, bisedën të gjithë. Serioze. Në prag fitores jemi, me që shkoptoj unë. Tani unë kam thirrur kandidatin tjetër. Zotin Selami Jenisheri. Është në tek, A jemi- si që jam në emisionin tënë, si gjithmonë, Si gjithmonë, dhe sigurisht. televizioni Bashkon mua me... mëse në profesorin. është stacion Të dyve në nxjerrë, bravo. Tani, u lodhe që erdhe, besoj. kam Ke lodhur lodhur sot një ditën qimit, ke punuar. Tani unë duhet të di si yt Që i ju në thoni koalicion, duhet të di si yt ju në koalicion me Sali Berishën. Kush ju kërkoj dhe si ç'negociata bet. E qartë. Ne në thiri Ja, ku kemi, Luciano Bocci. profesori qarkullon me bicikletë shkati, me këto mundësi që ka e të gjitha. Ka qenë ditë shiu sot, prandaj. Ditë shiu, ka qenë vënë edhe ditë në shiu kokë sot, një ka- kokë kore. Jo, po është Është që mban dhe shiun, improvizim, është improvizim i momentit që të që ka përdorur për se ne në thiri Luciano Bocci, Luciano Bocci u thiri. 60 Për parti. bashkim. Sa? Parti? 60? Në thiri, për me bo koalicion Sa me parti? Luciano Bocci i parti. Po, sa parti? 7 parti, 60 parti ishëm, po. Po janë 26 në koalicion. Ja, unë po thëmë ata që thirën e parë. Në fillim, që ishit në fillim, po. Ju thiri. Gjeneza. Tani, Ore, i bje telefon dikush, po ky Ai- më më zotërisë të tani jemi. ishte në emision. interesum që ne të ishim pjesë e ati koalicionit, edhe ne pranum që do të bisedojmë edhe me kryesit e partive tonë edhe disa edhe në vendimin qysh aty, që nuk i pyet që unë i thash do pesh kryesin, ma në fund, Mblodhe kryesin ti. edhe ram dakord, Kryesin e ke këtu apo në Shkodër? jo e kam to. Edhe, Po jo mund të mbash dhe dy kryesi, po se këtu. tash jo, Ali ju mund të ketë 4-5 kryesisë. Po. A kupton? Edhe vendosëm që të hishim koalicion Kish me tani. koalicion me PD-n. Edhe thonë, ne do t'ju thrasim tani, do bëjmë mbledhje, edhe në të mbledhje që do bëjmë na, do të flasim për hollësirat e, Detajet. Detaje, për të dhënë detaje për... po, për pretendimit që kena na dhe më radhë. Çfarë kërkojnë ata, çfarë kërkoni juve Na pak a thiri shumë? fare. Oh, Nuk vazhduat më te? Jo, po këto të rajnë, të që vinë këtu dhe ditë tonë rajnë. Asnjë, unë kam marrë të më rajtë mu. Asnjë mbledhje. Vetëm Luciano Bocci ju ka thiro? Asnjë mbledhje, mas Luciano Bocci, a kishim vendosur me mbledhje tonë tavolinë. Ne ishim 6 parti. do me thënë se është bërë koalicioni. Do më- Nuk ekziston koalicioni. Morë për që fletë për këtën, më bete këtëm, një gjamudi. Po sa kohë vonove ti tani për të përgjigje? Por do? Sa kohë vonove për të përgjigje për koalicionin? Në të pritë se për në thrasin se hesat e Ti nesër, mbrode kryesin u bëre gati, aty s'tiri njeri. i thashëm dakord. Jam dakord e ti? Do me thënë është gënjeshtë koalicioni. Po mbledhet koalicioni, Po këto e kanë kalu në... po jo më po ju Komisión, rajnë. mo. Po t'jo, a jam antarja pjesë ati, Do me thënë nuk do marrësh pjesë zgjedhje. jo ma asë kërkush nuk ka marrë pjesë.
Jo, në zgjedhje, a do marrësh pjesë në zgjedhje? Po të shpjegoj tani une. Okej. Prita. Po jo se, po të janë pjesë e koalicionit. Ore, po të gjëmë gjëtë çuditshme tani. Asë një mbledhje e 26 partive nuk ka bë. O gënjen Berisha tani? Mas nërprej. O gënjeni ju, o gënjen Berisha Do tani? me lënë me fol. Jo, o gënjen... Ta respektoj. Flasim me radhë. Edhe për të gjitha gjërat, edhe për mua. Marrësh ti flasun. Jo, dakor. Asë një herë nuk kam ledh ai koalicion. Deri minutën e fundit na prit, edhe kur vjen puna, mu më kanë lënë deri në orën 8, atë natë kur janë dorëzuar ata Listat? deri në 8 nuk më kanë thirrë. Kur në 8 se hati, më kanë thirrë, më thetë Flamunoga, dhe se na mi duhesh me firmosit që antare atë thet, mandej për probleme tjera, flasim nesër, më dhe në rregull. Flasim 2009. Flasim Puna firme se 2009. I vure firma, me një firmë shkon brenda, mo. Pranova, a do me të rrejta? Jo, dakor. Pranova, o ylli. Këta kanë firmos tani për 2009. Po, mas vesha firmin, isha jashtë koalicionit, a kuptan? Ore, ma... E nesër do të është vesh. Ore, mos keni firmos... As në thiri ma... Mos keni firmos për 2009. Pa dhe ta relaksojnë pak. Ta relaksojnë të tani. Nikja, unë i bashët mesazhe, i kam të në telefon, Flamunox, tu t'i takoj për ata, ma zalama. Nuk kapte. Absolutisht, ma. A do kapte mesazh? Një minut. Ta mori 90 Pra, mënç. Sali Berisha, do thamun ty këtu, Sali Berisha shka nërtu një dokument të paliqëm, dokumenti që ka qunë KQZ është i falsifikum. Po Ti e qokën gjyq. tani u bën dy pa dimë. A kam bu vetë firmen? Këta kanë dhe pa dinë zgjedhjeve të kalume, kanë dy pa A kam bu dinë. vetë firmen për atë lista? Pse ti do pa ditë ke doktorin? Po e bu firmen një shmon. Do pa ditë është doktorin. Urdo? Sa i e ka një pa ditë shkëti, do t'i futush pa ditë tjetër. Kam punën me partinë socialiste, une partije socialiste dhe bëm me dash me shku. Jo socialiste, molla ti tani. Me ka doktorin çfarë do falsifikuar bësh? doktori tua, ka falsifiku doktori. Më fale, a ka që këtë listë në KQZ? Po. A kam aprovu në këtë lista? Aja ti ka thonë që kjo listë, ajo në lista e kandidatëve të koalicionit. Quhet mashtrim Po mirë ti hodhe firmën në letët bardho. Jo! Zoti Jo, prit. Zoti Ylli quhet mashtrim në mirëbesim. Unë kam bu Mashtrim në firmëve që mirëbesim. jam pjesë e koalicionit, po jo se kam aprovu atë listën. Pra, verbalisht ka thënë që jemi pjesë e koalicionit. Unë kam thënë jam dakord me hinë koalicion. Është rregull ai. Ama firme, ama këtë listë nuk ma ka paraqit më kush. Tashti juve të riqeni nga koalicioni apo do hyni në zgjedhje? Une që dishti, une nuk jam në atë koalicion, as nuk ka shansë që dërsa ti nuk më respekton, nuk më nëgjon, nuk më avdan e para. Do pusho pak. Dhe e dyta, Të lutem pusho pak. Po flas fare. Se popullata po më shkruan që e dyta, Po flas. vazhdo. e dyta, zgjedhjet e 11 majit 2025 janë paliqme. Dhe nuk do të zhvillohen dhe janë antikushtituese. Sepse ato zgjedhjet 11 maj 2025 janë produkt i një junte ushtarake e cila sunon Republikën e Shqipërisë. Pse jash junë? Një grup njerëzë që drejton që sunon një popull me ushtëri dhe policit paliqme si që është policia dhe ushtëria e Republikës Shqipërisë. Dhe mike tani, mike nga biseda. Jo, jo. Prandaj, une jam në gjykat. Tani, Sot ti, kam kenë... zotri, jenë gjykat, përse ke shku në gjykat? Është tjetër qështë ajo, prit mo, prit. Po, prit mo se po më dole në të kaluar. Jemi tani mo, dhe iki mbrapsht retrospektiv. Do me thënë, jemi këtu, shiko, këthejmë mbrapsht. Ecim në retrospektiv, ecim, por retrospektiv. Jetojmë në dy kora. Tani, ecim mbrapsht, zotri po them, tani. Doktori tani, përfundimisht ti nuk jena asë një lista asë gjikundi. Asë më ka pyt kush, asë më ka vu kush, asë... A e këtë ndoreqin, avla? Unë... Thua i popullatës tani që që do besh? Dhe ndoreqin? Unë nuk jam pjesë e ati koalicioni, kur ai koalicion nuk më thirë, nuk më ka thirë, asë nuk më thret. A mund të bëjo një pyetje të thjeshtë? Ore se po thua gjera, më falë më një minutë tani. Po e ke shumë e... Po më falë më, a ke pytu në një jurist, më zotri? Se ti e ke emrin aty, o zotri? Kush e ka emrin? Ti mo? Kush e ka mu emrin të më të? Te Celibashë? Kush e ka firmos? Atë mori film Flamuri? Jo më dha, Flamuri unë kam bu film që jam dakord me kënë pjesë e koalicionit. Pa që është dasha ti? Po nuk kam kënë dakord të ne, nuk më ka pytu mu për listen. Lista ma. Lista, është lista e koalicionit. Tani do vazhdojsh të tani ti je, mirë, dakord. Ti je në KQZ, dakord mo? Je në KQZ i shkruajtur. Je apo s'je? Une nuk jam. Nuk je. Unë kam dal nga i koalicion kur ai nuk me përfil mo. Do me thënë, ka thënë doreqin. Mëra e puna.
Tani do të bësh kërkesë zyrtare Celi Bashi që të riqesh nga koalicioni, se po është emri aty, votat i merr Berisha. Votat i merr Berisha ndërkohë. Ilian Celi Bashi nuk t'i bën ky se ka dashur të futet në burg Celi Bashi. Ilian Celi Bashit, kur Ilian Celi Bashi ka atje listën që e deputetëve që e kam vu firmën edhe unë. A ka i këta, ba me pas e këte, unë shka i thëmë, ma heq. A i nuk ka në i listë që ka firmën të me. Po, jemi të pa qartë, edhe unë besoj edhe Zoti Ylli. Ne nuk po kuptojmë që ju keni firmosur... Ore, unë po s'jeva i pa qartë nuk ekzistoj dot në këtë vend ku jemi. Se ti, mund të rridhe unë... Po qartë qartësi e kërkon ty? Po, më lejo mua të qartësohen. Qatë thot më? Po qartësi kërkon ky? Shkam problema i... Po, më falë, një sekundë. Me që nuk je dakord, a ke një mesazh të drejt për Berishën që Thuaja këtu tani ati, që të kthehemi mbrapa pastaj për problematikat. Plasë ta kuptojmë dhe ne se po unë çmenda nga kjo. Futi një mesazh. Nderuar, Zoti Sali Berisha. Jepi të. Qëndrimi jot në i parti 26 partive që janë aleate me ty, që pretendon se ky koalicion është më i madh i mundshëm. Madhështor. Dhe që ti mendon se Shqipëria madhështore. Shqipëria madhështore duaj. Aleanca e Shqipërisë madhështore është një gënjeshtër që i drejton ti popullit shqiptar, sepse unë edhe gjithë ata aleatët tonë nuk këna qenë në i herë, nuk nga ke thirë në i herë, nuk nga ke marrë mendim për listat, as për as një gjanë. Pra, këj koalicion, ti... Ore, një minuti mos të kanë thirë këta ty të majtët se ti... Ata janë këmbeurës, ata të marin. Mos të kanë marrë ata. Berisha nesër konferencë për shtyp do thot ka ble Edi Rama, mbaroj film. Jo, po të spikoj unë këtu. Të ka ble Edi Rama. Primo ti të gjëmë përgjigje. Shifi këtu, a shif këtë letër këtu? Po. Dokument. Kja, më falë pa, kjo letër të regonë se 11 maj, zjedhe dhe 11 maj nuk do bëhen, janë paliqme. Po, për këte ka tani e kemi këtë pyetje. Se kërkon. Be bashkë këte. Sot a bon. Si të mos zonojmë i be bashkë. A bon sot sa në gjysore, që këto zjedhje do bënë paliqme. Sot a bon sa në në kolegj zjedhore. Ka kërkuar në kolegj. Ka kërkuar në kolegj. A kujtën e? Pra nej, Sali Berisha edhe gjithë tjertë harrojeni se do bënë zjedhje të liqme me 11 maj. Një sekundani. Juve, personalisht juve, kam përshtypjen këtu, në këtë studio, keni thënë që zjedhjet e 2021 do anullohen. Apo jo? Keni thënë apo jo? Përsyten zjedhjet. Keni thënë që do anullohen, pastaj që të përsëriten, apo jo? Tani po thoni që zgjedhjet e 11 majit 2025 nuk do bëhen. Tani, një palë nuk u anulluan. Çfarë garancish kemi neve që do anulloni ju këto 11 majit? Am pyte? Po. Atëherë, ky e dokument, Po. që thot, me datën 13 korrik 2021, vendim i Komisionit Regulator, që të regon se kush janë mandatet e deputetve. Ky dokument është i paliqëm. Dhe unë kam shku në SPAK, dhe këtu kam, dokumentin këtu kam, urna ku këtë kallëzimin penal në SPAK, që këto deputet janë paliqëm. E kam pranua ta? Sela me një sekundë. Kam dërzu më. SPAK vetë e dendur, i kanë marrë të gjithë dokumentat e tua të këta SPAK. Ta janë Po prandaj ka SPAK-u ko? Ta janë mbushur depo dynjaja aty s'ka zyra me. S'ka vend. O zënim falpak. Ky dokument thëtë se i ti ke ndo mandatet me 13 korrik, hala nuk ishte maru, ky janë kimim. Po maru ky janë kimim, ti nuk mundesh me i dhonë ti mandatet. Pra mandatet i kanë marrë mënyrë të paliqme, pra ky parlament është jund. Ky që iku, apo jo? Ky që është sot ma. Ky që është sot po që po mbyllet. Pra këta marrin 400 S'ka ikur milion. kë. O zëni, këta marrin 400 milion lek vjetra në muj kot në të paliqme. Më falë pak, unë kam shku në gjykat, kam shku të krimi ekonomik, kam bo kërkes, kam bo kallëzim penal në SPAK. Qa thonë këte nga SPAK-u për këtë punë? A janë të e hetua tani ata? Hetojnë ata. Kanë fillu hetimin ata. A kujtoni ja? Nuk marrën hetimet ai thjesht tani sa janë ndërlikuara. Aja që është e rëndësishme me thënë unë sonë të këtu, nëse më lejoni, është kjo. Kjo qeveri që jasë sot, ose aja që të pa vjen mas të në zjedhe të paliqme e më radhë, duhet me jaqu pensionistave pensionin 200.000 lek. Dhe unë për ju të regoj ty sonte se ku janë 200.000 lek. Ti bëj pyetje me radhën. Ku janë? Ti bëj. Urdo? Jo mo ti ke shumë
Ti bëj pyetje me Jo, radhën. duhet t'ja transmetoj këtë që. Popullit, po. Po. Thuaja. Që ku janë lek, 200.000 lek me jaqu plus pensionit që Ore, ti nuk merr pjesë në zgjedhje o zotri tani. Si do t'i kalosh popullit Ka këto lek? 250.000 vota. Po mo. tregoj pra ku janë lek. Ka 250.000 vota. Po i zotri. ka partia Jo, më jo. pensionistëve, po. O zëni. Ka 250.000 Po jo, vota. më mo. tregojnë ku janë lek. Tregoj ku janë lek, mo. Jo, po flasim për votat, pastaj për lekët. Jo, ma s'kena punë tani me vota. Po pse? Po qeveria i ka lek me dhënë 200.000 lekë nuk e jep. Jo, po ta tregojmë ku janë lek. Okej. Ku janë? Pastaj votat. Shiftu. Fillimisht merrem me lekët. Shiftu. Kontrolli i lartë i shtetit ka deklaruar zyrtarisht se 2 miliard euro janë dëmtuar nga administrata shtetërore. institucionet, po. Unë i them, ju me shku për çdo muaj te auditi i çdo institucionit, e mi thonë, zëni, kush ka vjes këtë muaj, filoni, në lën rrok. Atëherë këta pare, këta 2 miliard mesin aty. Këta 2 miliard me janë do pensionistëve, i takon 200.000 lekë për çdo pensionist. Ja pra ku janë mundësit për me jaqu 200.000 lekë pensionistëve pensionin. Se ti nuk e në pushtet kot, je atë auditin, në shumë sa i vjedh, a i të i pagujnë. Atëherë, të 2 miliard euro, të projnë, e janë dojmë pensionistëve. Po pensionistët janë nanët dhe babalat nanët tona, mo, që nuk kanë prunë këtë botë, mo. Po ku cili është e baba i nanë që kur i ndonë 2 molla mërë më të madhën, mo. Po cili, po kur ti vdes, nana jo të veshit me të zeza, dhe ti e qenë dhe i parakohet në farë Një minut. turp për këtë qeveri, edhe për këtë klasë politike. Një minutë. Dhe është e vërteta. Zoti Selami. Ja. Një sekundë. Zëni Ylli, Këtë. është kallaj, nuk din ti se i di unë që rri me ata, kur kanë 50.000 lek i pështen lote, nuk kam 30 lek me blej ilaqet, edhe mësi mujt, del letra në Son shtyll. pyetje që mandjen tjetër. Pa jo tani se I del letra në shtyll, se nuk ka lek me blej ilaqet, Tani lekët- që ku janë pare, lekët i- që ku janë pare. E gjetëm. Fal pak. Tani votat kam. Votat se Terana shëndësishme hedhur, para zgjedhjeve. abash, Terana hedhur. Terana hedhur në Shëngjin. Ashtë deti 28 metra, ku më bëhet një port transoceaniksh, e kena bën projektin, i kena gjetë financen, vetëm me firmos kërministri dhe specialistët dhe OKB që në kanë të regu këtë gjë, për atë misi që ndërtova unë me ata, thonë, në tonë me zdhën, vetëm aty o deti 28 metra, bani port transoceanik, dhe Hamburgu edhe Rotterdami, Ikin, falimentojnë se bëhet kjo më i rëndësishëm. Pra, edhe i thëmë Po ku do vendoset ky se do thellësi deti? Një minut, 3 fishi rritet buxheti i shtetit. Po mirë, Tre Se fishi. këtu, portin e këtu, po se s'ka thellësi, mo, ku do bëhet, në çfarë vendi? Se do thellësi deti. Po prito. Kam shku unë, mo. Terren e hedhur. Kam shku unë bashkë me Eren Nikolin, inxhinierin, që ka bën projektin. Terren e hedhur. Po, vetëm aty në tonë me zdënë. Po thellësh aty. Po marë, 28 metra ishte deti i thellë, e kene matë. Po me Aty bëhet port Ky që po bën qeti në Durrës. Ke? Se nuk do bën 40 porte. Ja, ndurë se i ka 9 metra. Në metra është qeti. Nuk mund bëhet port. Jo, na flasim për port. Që nga i cekët. Jo, mëse nga tra. Na flasim për port transoceanik, më marë vapori, që bën 200.000 ton. A i dënë thellësi. Aty vetëm aty keka. Atër, më falë pak, për që nuk e banë qeveria këtë Se gjë? pengon Gjergj Luca këtë? Nuk një gjënë, ma. Nuk një gjënë. Gjergji ka peshkon aty, kjo zona, mos e pengon Gjergj. Letë banë, o zëni, Ore me i prish peshkun Letë banë aty. zjedhjet, Se ti po di ku emrin e Gjergj Lucës. letë banë zjedhjet me këtë kod zjedhor. Në gjamu këtu. Ashe këtë kod zjedhor këtu? Letë banë zjedhjet me këtë kod zjedhor. Fiton partia e pensionistëve Republikë Shqipërisë. O sa vota keni se plasëm. 730.000 vetë, edhe fëmijët e tyne, kur t'ja që unë pensionin 200.000 lek, kur t'ja bëj unë rogën 3 fish, cili nuk voton për ne? Ti e voton? Vetë më tani se, ore që këta fazante. Po ke vot për... Mora, o të lutëm shumë, ate dalim nesër bashkë na, dhe të pysim pensionistat, bo me ta që ty pensionin 200.000 lek, a voton ti? Unë votoj ky jo. Ky duke që është skeptik, është Jo, skeptik. para te, para me të ky. Është skeptik. Mas ma trego mu këtë. Duhet bindesh këtë, unë votoj. Unë votën time e ke. Votën time e ke. Mas ma trego. Unë me këtë jam. Para nesh voton ky për Ky është skeptik. Po. Ky është skeptik. shpirt mirin Ky këtu, është mo. skeptik. Po, lene mo, Unë mos- votoj për Tani vetë. një minutë. Pyetja tjetër që kam unë është shumë e rëndësishme. Jo, zëri Ylli, nuk janë gjanat vogla këta, që ti me këthy shpinën, 3 fishit të... Ja, mo, okej, mo, po, zotri, tani- Me dhanë 200.000 lek Po pensionistë. jam me ty, mo zotri. Tani, Edhe i gjanë tjetër. problemi tjetër i rëndësishëm këtu është tu. Po këtas nuk një gjënë me bënë detektivin privat, mo. Tani se po më shkrojnë nga Durrësi. Se dën milion me vjedh. Kastrati. Detektivi privat nuk Kastrati, vjen me vjedh. prit, mo zotri, E tani. pra. Se më shkrojnë që kastrati e paska, se ti nuk paska di... Se s'ti gjej. Ti
Nuk pas ka një uri shumë për metrat, thellësin. Kastrati më shkruajnë nga Durrësi, e ka thellësin 38 metra. Sa? 38, ti më thua 10 metra, transoceanik be u bëgate... 38. Po, e ka ky, kastrati. Kush? Këtu ku po bet, Kush e ka 38? porti që po bet këtu më në Durrës, Le të bëhet, i riu, është 38 metra i thellë, Dakord, mo. se ti më them, një ule metrat. Po, më falë pak. Unë nuk kam shu, nuk thash se kam shu e kam matë Durrësin. Unë kam matë rënën e hedhën. Ti e do për Aty, a bot rënën e porti, hedhën. falë, le të bëhet më dhe në Durrës port, edhe më mirë. Qa porti të bëhet në Durrës? Më thujti mu, sa fitën Po pse shteti? ti mendon se do të Sa lënë fitën ty shteti? paraçetit Sa fitën shteti? Prit më zotëri tani, prit më prit. Ty do të lënë ty që të bësh ti port transoceanik paraçetit, që e ka thellësinë 38 metra dhe më thonë shumë kilometra të gjerë. Kush? Ky këtu i Durrësit. U s'ke në punë me a i të bënë edhe 10 porti tjera më që se i zëtin në thamë. Dakor. Për ranin e hedhër. Ikim nga porti. Na ti më thuj mu për ranin e hedhër. Tani ty s'të Te dha. rana e hedhër, na mund bëjmë edhe i port transoceanik. Po më falë, Bugjeti një shtetit sekonda. uri 3 Tani votat e partisë tuaj ku do shkojnë tani o zotri? Nuk ka zgjedhje më. S'ka zgjedhje fare. Më shkuj sot. Anullojnë zgjedhjet tu aty. O zëni. Ka shkuar sot. O shif këtu. E dorëzoven s'pak këtë. Jo më shive ku Apo ke. në komision. Me datën 13. Po ta lexoj pak. Po i paliqë më. Këto janë mandatet Vendim paliqme. për shpalljen e rezultatit parlamentar zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të datës Po, mandatet. Me 13. 2021 dakord më vlla. Po të Alo. them për zgjedhjet tani. Po këta, një minut, pa u shërtu i kja, po shërtu i kë, këta janë paliqme, pra këta deputet. Por e ti ja fut 2021, nuk ja fut Jo, ma. një anullim që nga viti 90 se këtu shpëtojmë Jo, një herë prej 90-s, ma, jo, mirë. ma. Ja fut nga 90-a, Jo, ma. 92-shi, dhe shtojmë një herë mirë më Jetu e vlla. nga tru të julli. Jetu e nga tru. Në nuk jena të folë për deputet e legislacioneve tjera. Jo. Ne jena të folë për legislacion nëmër 9. 2021. E cila 9, një këta deputet janë paliqmi. Nëzirë i këtë letra i tu. Kur të shërtohet kja, atë ke nëzirë, drejt me nëzirë këtë ti. Tani ku shkojnë gjithë votat e pensionistëve, ku do shkojnë tani? Ta zëm se u bet zgjedhjet, nuk anullohen. Nuk anullohen? Jo, Shkon gjykat kushtetuese në Strasburg. do vesh Strasburg ti? Po mo, Me çfarë do vesh po Strasburg? si? I këna marë paret. Ku i ke? Po mo. Me shku në Strasburg, Ku kanë lek pensionistët? Po që fleti mo. Nuk kena pare në me shku me bo kërkesin në Strasburg, ne i thona shif këtu. Ne i themi këshipe, shif këtu, kur ta shërtojnë këte, të pensionistëve shku ka këtu emnin. Atëherë ta pa inventi mandatet. Me qenë se ti i ke vjedh mandatet, na të qojmë ty në gjykat kushtetuse. Na të qojmë ty në Strasburg. Ti banë zjedhe sa të dështi. Dhe këte, qa fleti marë, qa fleti, po si nuk ka Shqipëria, Afrikë mo. Po ne kena, jena pjesë e gjykatës të drejtave të njerëzit në Strasburg. Vështirë keni shumë. Shumë Strasburg na. E keni vështirë shumë. pyet një- Keni më dhe pyet- Ramën edhe Berishën kundër. Prit kot mo, nuk ka zjedh, nuk ka. Se? Nuk janë deputet liqë. Prit o zotri tani se janë duke na ndjekur Me njerëz shumë të datën rëndësishëm. Dhe më pyet një njeri i rëndësishëm, prit Me datën 11 maj, me datën, o zëni ylli, me datën 11 maj, a do bën zgjedhje? Po janë paliqme. O zotri, Shkon kot. zotri, më pyet njeri Shkon kot, mo. shumë i rëndësishëm. Po. Edhe i ligjit. Është dhe i ligjit, po shumë i Po rëndësishëm. s'ka rëndësi. Dhe më thotë, po nenin për vendimin e pa drejt që jep gjykata, që e shfuqizoi gjykata kushtetuese, do i rifutësh në kod penal, po që se fiton? Apo se s'ka Pa lidhje? kuptoj pyetjen. Nuk ka lidhje shumë me këtë se... Si? Po nenin për vendimin e pa drejtë, nenin Po, i për pa vendimin e pa drejtë që jep gjykata, që e shfuqizoi gjykata kushtetuese, Po. do e rifuzësh në kodin penal? Po që se fiton? Do ta futësh ti? Po, Këtë? Po ka lidhje se ka dëgjuaj. E fut. Po tjetër mo. Futet dhe ky. Po aja është ka marrë gjykata kushtetuese atë vendim. Nuk e ka Ka marrë dëgjuaj se ky do marrë pjesë E zgjedhje. fut. Unë do ta respektoj gjykatën E fut. kushtetuese mo. E fut. Po mo. Një minutë. Po tjetër. Tani, Për çfarë gjykata kushtetuese? ç'mendon për kandidatët që ka zgjedhur Sali Berisha, sidomos ata që ka futur Sali brenda? Berisha Jo, ata që ka futur brenda listës. E mora vesh. Sali Berisha është një person i cili kërkon, mendon se ja del, që me shpëtu veten nga SPAKO. Dhe ai që bën?
vën servilet e tij, tonë këta që janë tu i ke servilet numër 1. Gjithë thua ti, e? Pa. Kush është Keni më më shumë tonë nga jeni gjithë? më i zi se tjetri. Tonë janë tjetër më servila që njëri duhet tjetër. ai çan dorën, çan edhe ky dorën. Ai çan dorën edhe ky dorën. Apo gjithë i soi. As nuk e lexojnë çka kanë përpara. A shohin dorën se ai bërë që edhe ai. Atëherë ti nuk mundesh me ecë përpara me këtë politikë. Nuk ecë përpara. Ti do më shkon zgjedhje, këta këtu, është vite që ishim ti këtu, këta duhen më shkon zgjedhjet e 11 majit, kur janë pa liçim, shive, unë do të bëj kallëzim penal i tyre tonëve. Gjithë. Po nesër. Nëse nuk e bëj nesër, më shtin dorë. Po ju bëve. Janë pa liçim. Po ju bëre gjithë nuk të qasin në spak me pas. Kush thama? Këta marrin 3 milion lekë muj i marrin në mënyrë të paligjshme shtetit. A shefi kja? Një kja? A është shqyrtu kja? Ja, këta janë paligjshëm. Kur janë paligjshëm, këta marrin 400 Ti milion. sa ndaj një deputeti? 3 milion. Jo, sa ndaj një ti deputet, si ko? Ne kam marrë 1.200.000. 1.200.000 e ke ti? Atëherë, ku isha unë? Po pra, ikën këta, ja ngopën 3 milion për Po vete. rëndësi, marë se sa marë, atë se... Tani, Unë i thëmë, ti e tu marë lek, kur ta shërtësh i këtë, i kam kënë sot në gjyq, edhe vazhdojnë gjyqi, sot u hedhë shorti, mërë në javet, vazhdojnë seanca gjyqësore, kanë me vendosë, ti tani, a i paliqim dhe tani ta kanë mi pagu lek që kanë marë. Për i ti bu... larkë qoftë, se nga fjalla nuk të gjenë gjë, po ti me që pas ke nisur ti, larkë qoftë, mund të mbetesh në një ditë në dyert e gjyqit, aty se aty dhe rritë ditë natë. Të drejtësia... Jepë ti mbetesh aty e ro, të këthejnë e ro këta, a të këthejnë tua. A i që është njëri i cili vizum, a i nuk ka pushken, as munin, as nuk shanë. Të drejtën ka... Po ati mund në herë se kam shaken? Ja. Kur ka marrë të në televizor? Ja, dhe as i bëndem as njeri uë. Atëherë, një njëri i cili vizum shkën të Ti e drejtësia. di që je 1 milioner, Edhe unë shkoj po te drejtësia. e di pse të resun ty. Se je 1 milioner më mirë se këta, mo, të gjithë. Për këtë arsye. Po të falem nesë për atë. Tani, si spjegon tani, Zoti Jenisheri, që pensionistët e duan shumë Edi Ramën. Vdesin për Edi Ramën. Si ka mundësi dhe ti nuk e do? Jo, të tregojnë, jo. Trego. Shiko. Une që dishtë unë kam kënë koalicion me Edi Ramën, Ke qenë? po, 30 sa kryetar partijit aty, kur vite aji aty, unë u qoshën kom, tanë rishin tokë, tanë në karika. Gjithë ullur t'i qosh, e? Unë u qoshë a respektosh këtë zotin i shpis. Edukat mo. Po ka shumë A ka marrë shpitane? Ti zëtë shpit, unë qoshën kom, a i më bëtë e vujë. Vete unë, e para. A i tha, 34 parti, nuk kam punë me ju, unë du me dalë vete. Edhe në ikme. Aty ku e ka gabim Edi Rama, ja kam thënë parlament. Ti bë me dasht e banë Shqipëri, me vu detektivin privat si e ka Amerika. E cila... Kemi luftuar për këtë që në emisionet e parë. E disa e ka dashur... Detektiv. Ty ka 20 vjetë do vetëm detektivin privat. Po i më të baliqin. Dashuri ka rënë vetëm me këta. Nuk ja kam pranuar. Aty kalon Po zgjidhja. zëni, ajtë filmon, ajtë përgjën. Pse Detektivin privat e ka dashur të Pse rjetë. ke frikti detektivin privat? Unë jo, mor. Unë i thash atyne. Unë vej dy, mor. Unë vej edhe dy, mor. Kolegë që i hedhen poshtë. Sa mirë unë nuk e kam frikë, se unë nuk vjedhi, se kam frikë. Po, pa dyshim. Pandaj nuk e hedhen poshtë ata. Ne na rujnë dhe bicikletat ne të dyve. Atëherë, ai Edi Rama e hedhi poshtë. Po se nuk dën me kontrollu ministrat e ata dhe prandaj janë tahinina që bonën. Qeveria vjedh. Po këtë shprehen kam brit sherifin qytet. Orë kam brit sherifin qytet. Vene detektivin privati. Vene detektivin privati dhe shifti a vjedhet maja. Kam brit sherifin qytet ka dalë tani si shprehje, ke dëgju? Urdo? Kam brit sherifi i ri në qytet, e ke dëgju si shprehje? Nuk të merë të kapet nga kjo. Ja t'ja bëju Donald Trumpin, me Donald Trumpin. Ja. Se më pyti për Ta thjeshtoj unë më shumë pyetjen e Denisit. Jo, t'ja përgjigje. Shqipëria madhështore, ky koalicion e Shqipëria madhështore është sipas Trumpit. Ide e Trumpit. Ide e Trumpit, unë e për vetë dhe me në që ose është ide e Trumpit, unë e respektoj. Aja është një, nuk mundë me thënë se kam kapacitetin e ti, se i ka rrëdhe për shak kokat e të në botës, edhe në qovë se bënë zjedhet e liqme, une do të respektoj gjdo porosi që jep Departamenti i Shtetit Shtetë e Bashkuar të Amerikës. Ky është korrekt me Amerikë. Gjdo zjedhje e pa liqme, në kundërshtim me këtë kod zjedhor që e ka vu Parlamenti Shqiptar, ashtë... Nuk e dia regjistrojnë këta ke ambasada, regjistrojnë tani se janë me pushime. Unë nuk shem me 11 maj as me votu fare, a i pa liqme.
Unë do t'i qej këta 2-3 ditë, do t'i qej këta në SPAK. Po me të thonë, Jo më po me të marrë telefon në Rama, me të thonë... më qej kuar letra. Pa hajde o burë, se kena qenë njerë në koalicion, pa hajde o burë. SPAK-u ka me lezu. Me të marrë në telefon Edi Rama në telefon me të thonë... Ke merë. Ty, Për shumë në telefon. pa hajde Jo me që futu... thot hajde. Po e më pim kafe me te sot dunaj, O jo në kafe, mor, me u fut në zjedhje. unë me hinë zjedhje, Me te. po morë në qovë se aji i ban zjedhje dhe liqme. Njeri hapur është? Jo, Po bën zjedh, liqme, Edhe- kalon... ban e zjedhje. Edhe ati është lëkun pak... Tani- Edhe ati është Pa lëkun qovë pak se i ban e zjedhje të liqme, qovë se aji i ban, e shërton këtu, e shërton këte, Po. edhe ban përsëritin e zjedhjeve. A kene kusht tjetër përveç kësaj për Ramën, apo vetëm kaq? Si? Ke kusht tjetër për Ka Ramën? kusht tjetër, po kam kusht unë të ketë, mundoj po kam 2-3 pyetje për Ramën. E di Rama, Dau disa se ti i ban zgjedhjet e ligjme, në përputhje me këtë kod, unë vi... Kjo po, unë- drejt. Një minutë. Bisedoj- E Rama tani ndau disa bonuse. Po. Ty të ragje. Te bonusit e... Sa lek? Unë u qëdita, Sa? me thënë drejtë, unë u qëdej kur më dha ajo, ajo që ku marrë pension, unë e kam pensioni 1 milion lek. Aha. Kur më dha ajo 100.000 lek më shumë. I thamë, zoj, Bonuset. më ke dhënë... Ke ngatruarit e ti. Po, i thashën, jo, tha, nësim njerë. Janë shtuar nga Po kërë. pse i thëmë unë kam, ti, i thënë, për mi 200.000 lek morim 50.000 lek. Po 1 milion të shumë e ke Jo, ja, tha. Qa ke bërë të 1 milion? Ti e tha, e ke pensionin, ta pensionin suplementar, tha kjo që... Por e qa ke qenë të në vënd me meseut, ke qenë që me 1 milion lek pensiona. Urdo? 1 milion lek pension ke ti? Po? Po qa ke qenë në vënd me meseut ke qenë? Kjo, a dhe më rajta me ditë... Jo, po jo po marrë ke goqa pension? Me pension deputeti, mo. Jo, më besoj. A beson? Ti po më pyet mu, unë kam marrë me Ylli Rakipin nuk... Jo, në regull. Po jo, më se nuk i di ka të lartë. Atere pensionet një kanë të lartë, apëse? Jo, aja pensioni i deputetit, i që marrë shtesë. Ti ke marrë... Statusi deputeti. veçantë, statusi veçantë. Ti ke marrë status. Tani, më pyesin njerëzit, kur e ka pirë zoti Jeni Çeri kafen e fundit me Edi Ramën, se kjo ka ndjekshmëri emisioni... Kur ke pi kafe për herë të fundit me Ramën, kafe me Ramën? Qysh se kam leja si njerë. Okej, po nga që thej që unë pi kafe me te, edhe kanë kuptu njerëzit që takohesh me Ramën. Më falë pak, nuk ka ku ullë... Dhe Rama mund të adrese, nuk... Kualit franë është tjetër. Ore, aji e kanë derë me... Ja, një sekundë më bu. Me gjithë ta që thret Rama, pse thret Jeni Sherin, Mu, deri bene, kupton, Edi Rama që të pi një kafe. nuk më ka thirë njerë për kafe, as nuk e kam thirë. Po kjo s'do thot që mund mos ndodhi. Tani më shkruan njeri që... Po me më thira? Po, Po mu e në shkon direkt. Po në gjoj mo? Tani Qo se për para se të bëj pyetjen e fundit fare, Po. më thret njeri dhe më thot që të lutem thot pyetje pak Jeni Sherin se ka thënë që ne mund të bëhemi dhe kampion bote. Po ky është njeri që ka një lidhje, Shqipëria mund të bëhet kampion e bote, thot, futboll, ka thënë Jeni Sheri, thotë, po ky ka dhe një lidhje me këta të futbollit, ky njeriu që më shkruan, është nga Durrësi ky, dhe ka lidhje shumë të forta me këta, dhe inshallah bëhet, se ne kemi dhe këtë dukun zës presidente kështu. Po kam Nuk mundet me thënë kush, për mu, Mund të bëhemi ne një shqiptar nuk mundet me nxjerr një gjë që se din kërkush në botë, si që kam bë unë. Ore, ma djove pyetjen mua tani. Ore, po të përgjë përgjigje. Jo ti, ore. Unë kam nxjerr një mënyrë me të bënë ty futbollist i kalibrit nërkombëtar. E kam para të se E kam ke bërë eksperiment. transmetuar televizionin. Po. Ta tregojmë kur dalim. E kam bë eksperiment. Po. E kam parë këtu. Eksperiment. Nuk një gjën kryetari i Federatës Shqiptare e Futbollit Armando Duka, që unë me atregu futbollistët e... Pa dite, direkt, pa dite, Po, mor. asë një lek, mo. Pa dite, Me mor. falë, mo, me Pa falë. dite. Po futi një spak. Ore, futi spak edhe ati. Futi një spak ati, Futi o, spak edhe ati. A kupton? Jo, Tani- ai mund shkoj, kam unë një pyetje se ka shumë interes. Ajtë ma të regullojnë mu me... Grupet e interesit pyesin. Zëni Ylli, ma Tani rregullojnë me pyetje e fundit. Ure, bëj me fitu me Anglen. Do me thënë, unë vetëm tani e besoj popularitetin tënë, sepse po më shpërthen telefoni nga mesajet. Popularitet i jashtëzakonshëm. Popularitet i Që jashtëzakonshëm. ka patur ky, nuk është se ka tani. Jo, po unë nuk e dija, mor. A dim Po pse? nuk e dija. Po flet një njeri me nga... Po nuk e dija, mor, se ne nga njerë gabojmë, ne jemi fiksuar Rama Berisha. Ata tha mund ty, ata mund ty pse ke aq fluks? Po. Sepse ata kanë dëgjuar sonte, Po, të vërtetë. që Selami Jeni Sheri e gjeti lek ku i ka me aqu 200.000 lek pa prek buxhetin e shtetit. Fiks. E gjeti se me aqu ata rrogat trafishin e asaj e buxhetit i shtetit. Me ba transoceanikun te Rana Hedhun, Shqipëria me marr standardin e Gjermanisë. Unë them që ti nuk dën. Ti nuk dën, edhe do me fitu zgjedhjet. Asnjëherë, unë do të bëj thirrje të gjithë pensionistëve, mos me marr pjesë asnjë vot për këta dy parti. Okej. Këto e kanë bë privat mo.
A din ti se sali, këta partit e vogla, që do ma, a din sali marrin për fushat? 0! Kurse i merë 500 milion lek. Po ku i gjenë lekët ta që bëjë fushat? 500 milion lek marrin partia PSE PD-ja mo. Po ku i gjenë lekët këta mo? Si kjo që zhjoti futbolin... Prej gjepave të vetë, mam. Tani u karandet e pularia, kjo s'mundje pulave dhe nuk kanë kohë. Falë, bugjeti i shtetit, a jep një fond për zgjedhjet? Po, këta i marrin 2 partit të mëdha. Më falë, a kanë hinë garë? Jo, e marrin si pas përfaqësimit parlamentar. Mos spekulo. A kena hinë Mos garë? spekulo, mos Falë, spekulo. më një minut. Si pas përfaqësimit parlamentar ndahen paratë. Jo, ke gabim. Kur bëm në Ligji është sipas përfaqësimit parlamentar. Him në garë, vena tonë barabar, edhe bëm 100 metra. Po. Po a marrim tonë barës. Kurse ky i merr tonë parat për veti, pra rrin një 10 metra për para. Tani kisha unë, Denis, edhe një pyetje të fundit, por edhe mund ta bëj, ndoshta nuk mund ta bëj. Edhe kjo është dilemë. E di pse? Dilemë e madhe është. Sepse unë e kisha përgatitur tani në skalet që ç'do të bësh tani me jetën tënde që nuk do bësh deputet, se këta zgjedhje do t'i bëjnë ore. Shko në gjykat sa duhesh ti. Po ky e ka zgjedhur vetë shkëti. Këte e ke ditë natë aty. Ky do të çoj dosjet e Spakut e këto ditë për ditë. Letrat. Janë një kategori që çojnë në bashkë. Si të bëj pyetjen ty? Po bëj patjetër. Ta pyesin ty. Unë nuk lejoj pyetje, po ta lejoj. O më fal një sekond. Kam dhënë një pyetje të rëndësishme, shumë. Be pra. Okej. Po jam më fal. Mbaroj këtë dhe. Sa shikon letrat, e dëgjon pyetjen. E dëgjon pyetjen. Ore çfarë mendimi ke për këtë Nesti Angonin, se ky çonte letra shpesh në Spak? Një minutë. A është kjo kallëzim penal në Spak? Po. Mi ky kam i shku. Kë ke kallëzu këtu? Kallëzim penal në Spak, mo. Po kë? Po kë. Ilian Celibashin, mo, se tham këtë. Ti ky ka dashur ta fut në burg Ilian Celibashin ka. Ky shkon në Spak, ka shku në Spak. Tani mund ta haj Celibashi se. Ky ka me shive, ka mu gjyku. Ka mu gjyku nga Altin Dumani. Ti ik Celibashi. Ne këtu, ne. Ky ka mu gjyku nga Altin Dumani. Nga shkolla pare, 2-a, 3-a, Kushtetusja e Strasburgu. Po unë s'pës fare, kur ta fitoj unë këtë, unë marrë të analek. Rëndësishme është konsistenca, the mu. Ti më thumu, se je gabim. Jo, s'tash e gabim. Jo. Ti duhesh përshëndet për konsistencën. Ligji. Qëndrueshmëria. Ligji, mo. Patjetër. Nuk shemë me ka pushken. As me shku me dje kryeministrin. Jo, më vla, s'kam nevojnë. Unë kam drejtësin shkët e drejtësia, urdaja kam qu Altin Dumanit, aje merë, e heton. Mos duhet ta qosh denoncimin pa emër, ose me emër, me pseudo emër? Mos duhet ta qosh denoncimin pa emër? Ke? Denoncimin. Denoncimin e qënë me dasht. Pa emër. E qënë me dasht. Mos ka më shumë O shqip emnin tem tu. Po e kuptoj, mor, po mos duhet me e qu pa emër. Shqip emnin tem. E di, mor. Nuk jam prej atyne unë, mo. Okej. Nuk jam unë prej atyne. Unë jam i qartë për vetë. Unë jam shumë. Ti qoja pa emnin, unë e qepe. Jo, unë s'kam, unë i bëj publike. Emnin, adresin, i biri ku jam me tana, si thët ligji. Shë përdej ligji. Unë po të ljoj. Po qatë unë tani. Ti qesh sa dësh. Jo, qesha me zotin Ylli. Qesh sa dësh, Jo, qesha me zotin Ylli, se thot, je shumë intensiv, më thot mua. Unë du që Shqipëria me pas detektiv privat, që kryeministri, ministra, deputet me i kontrolu, pa e ma ka hedhë poshtë. Po ti tani sa po hodhe Spakun poshtë, a ke besim të Spaku apo jo? Ma ka rëzu. Ke Spaku, s'ke besim të Spaku? Po nuk ka ndorë Spaku me... Po detektiv privat është Spaku, më? Po nuk ka... Tani ka zime, tani Denis të mbillun, mjërë. Spaku ka... Tani Denis, zoti... Me ligje Spaku. Zoti jeni qeri. Spaku s'batan ligjet. Se tani nuk është serioze, tani jetë në gjyq që këtë Celibashin, jetë në gjyq të tjerë, Sali Berishin nuk da jetë në gjyq që të ka futur aty. Tani. Nuk do shkosh në gjyq. Unë pa të thami gja. Jo, unë s'kam pun me Sali Berishin, unë kam pun me 140 deputet e Republikë Shqipëris, që janë atit poliqim, unë do i them Altin Dumanit, zëtni, që më kuja kam shkru këtu, ja kam ba këte, kallëzima. I kam thonë që koha krimi ekonomik këtu. Bravo. Do t'jemi përsërine bashkë se... Jo, po të spikoj që... Koalicioni vazhdojnë dërsa ta treq Partia Demokratike. A the tu policia shtetit? Tani një falë. Krimi ekonomik? Celibashi do t'i bësh kërkesë të largohesh nga... të ikish formalisht nga koalicioni. Ilerën Celibashin kallëzim penali kam bëma. Që për shembull mund të vjedhin votat Partia Demokratike dhe quhesh dhe ti vjedhës. Ja. Po je në grupo? Edhe mund të hash ndëshkim penal. Ose mund të djekë... Ilerën Celibashin mundet me djekë edhe kërëministrin. Po e ke firmën. Jo më vla. Po ke firmën. Unë e kam qu. Po ke firmën. E kam qu në Spak. Spaku mërët me të. Ke firmos marveshe me Flamur Nokën. Me ke? Me Flamur Nokën. Jo më,
Unë kam vu firmën që jam dakord me kënë pjesë e koalicionit, po nuk kam vu në firmë që jam dakord me atë listë. Po edhe i për atët ka pyet që e pjesë e koalicionit apo jo? Jo, më pa ke i gabim ti. Po pse more? Am ka thirra? Po të ka thirrë pra. Listën. A ke firmos? Ke, jo. Që je pjesë e koalicionit. Listën, a? Ora, a ke ranë dakord me qenë pjesë e koalicionit? Po ka ishka dashaj? Më shkruajnë a ke kandiduar. Ka ishmo? Jo më vëlla, po më Zoti Jeniçeri. firmo listën. Ti duhesh me më pyet mu, këtë me qunë në parlament. Të lajmëroj të pushësh. Okej, jepi. A kuptën, di e ke gabim. Filloj diktatura. Filloj censura. Tani, Zoti Jeniçeri, ore se më shkruan njerëz më thotë që një Ed Martin që është një që e ke kandiduar ti? Ke? Ed Martin. Ed Martini është një futbolist që Do të kandidon të kë? futbolistat më të mirë që ka Shqipëria. Martini. Që ka për Shqipëri, ka luajtur në jashtë shtetit. Edhe trajner. Është një Ty futbollist. që mësove ti, që e ke trenuar. Po, Ai çon nuk ka mundësi tani se ka lënë jashtë doktori për gjitha, se bëjmë pyetje shumë. Edero, ai- Popullata tani edhe nuk flet, duhet të flini tani se do të largohemi. Si doli Edi Martini këto? Më pyeti dikush për mesazh. Ndjeki. Për ke? Ed Martini tha, a e ka vend kandidat për deputet? Edin. Ja, Pa. se ka vend. Muasim, Okej. pa thirr kush për atë. Tani, do vazhdosh të denoncimet dhe mirë bën. Kam marru me ta. Si ke mbaruar? Jo në denoncimit në SPAK. Po që të tjera nuk do bësh ti? Por da? Nuk do bësh tjera? Jo, që tjera, që ka? Denoncime tjera, o zot? Tonë deputet e kam shumë. Ore, këtu vetëm denoncime ke? Po i kam shumë SPAK tonë. Mi mund dakord? Kemi që tjetër. Okej. Kam marru. Tani, Sot në kam marru zgjedhje, të gjitha. fatkeqësisht Tani në pres zgjedhje, përgjigjen, ne i thamë, gjykimin. urime dhe fitore nuk mund të themi dot se ti nuk je. Por da? Fitore nuk themi dot se nuk je. Absolut, as ka shans. Me shku vetë zgjedhjet pa liqme. Tani, zgjedhjet pa liqme nuk merr pjesë. Kam një shqetësim tjetër, mund ta ngres? Jo, Jo, thonë se atë ti mund të liqme. ngresh tani tërnatën shqetësime, po Fjalimu, po Berisha Po të thua- specifikohet fitoria me këtë shkëputjet. pas shkëputjes Jo, shkoni, personave. zhdukni këtë letër, se po. kjo është mandati, këta janë mandatet pa liqme. Cile sa i ka dhe alibin tani? Qose këta Se fjalë, humba. që humba. mund thot humba për këtë arsye, se ish për Jo, në mandate i ta mandatet pa për liqme. koalicionin do thosh. Në momentet e fundit. Tani, Ja tregon- zoti Jeniçeri, Jo të regon Altin Dumoni, a janë liqme të aja. po. Aty këna me kënë. Tani, A di që kujtojnë njerëzit. Të nderuar, Altin Dumoni, kam i këthej shpinën se liqme. Jo, ma kanë gabim. vajti foni tash. Jo, ke këthej shpinën Jo, liqme. vajtëm vonë. Tani mbaruam. A, dakor. Tani, të nderuar të shikues, tani unë më mbarova them për sot detyrën. Fshini dhe shkruani vetë, pas Covidit dhe vaksinës, kam idenë që rënduar situata në gjithë botën, pjesën e parë ne ishim me Trumpin dhe Kosovën, kishte ardhur i biri në djali Trumpit, kishte ardhur në takua me Vučićin, bëri dhe podcast nga këto që bën e drama këtu e të gjitha, dhe tani, nderuar të shikues, rëndë duket situata. Pjesën e dytë, ne unë kisha thirrur dy përfaqësues të rëndësishëm të koalicionit Shqipëria Madhështore. Zoti Jeniçeri nuk është me aty në këtë koalicion. Jo, Nuk është. janë zgjedhjet pa liqme këta. Dhe zgjedhjet pa liqme dhe duket edhe kemi tani një edhe rudhje të koalicionit. Faleminderit shumë nëse na keni ndjekur. Kaq mundëm. Ju shihni dhe shkruani vetë, kupton? Unë nuk kam ndonjë gjë për të thënë, më shumë se kaq. Faleminderit shumë zoti Jeniçeri. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi e madhe. Zoti Jenis vështirë patë edhe ti sot gjendje. U përpoqem që Poqim. të përshtatesh. Pra, kaq ishte, faleminderit shumë. Natën e mirë, të enjtën do të jemi përsëri. Do merremi seriozisht dhe gjithë, gjërësisht me punët e zgjedhjeve. Natën e mirë.